Ndërkohë që ora po ja vitet 1-shit, po jam i bindur që kjo finale do të kapi orën 3. Përpara se sa të vijoj më tej, do doja t'ju merrja pak minuta për të bërë disa falenderime zemre për vajzat dhe djemt, zonja dhe zotrinj, të cilët punojnë çdo ditë dhe çdo natë për muaj me radhë për të bërë këtë program, këtë që është. Janë ata të cilët bëjnë Top Channel, ata të cilët janë Top Channel. Pak ditë më përpara, erdhën në studiot e Topit disa fëmijë dhe njëri prej tyre më pyet, kush është bosi i Topit? Dhe i them kush është bosi i Topit. Pastaj i them diçka që gjithashtu e besoj. Dhe i thash, bosi i Topit është publiku. Publiku është ai që ka Top Channelin. Top Channeli është po aq i imi sa që është edhe i yti, është po aq i joni sa që është edhe i juaj. Sepse një televizion nuk do të ishte veçse një ngrehin me mure dhe kabuj pa publikun e tij. Ndaj sonte ju jam vërtet falenderues në emër të Top Channel për të gjithë vlerësimet dhe mbi gjitha për të gjitha kritikat. I duam dhe na bëjnë më të mirë çdo ditë. Faleminderit. Ky edicion ka qenë një edicion që do të cilësoja emblematik për familjen. Familjet kanë qenë të sjella në këtë edicion thuajse që prej fillimit. Ndaj sonte dua të marr gjithashtu pak sekonda për të falenderuar familjet e të gjithë yjeve tanë, të cilët i kanë mbështetur fort dhe kanë rritur ta njerëz me të mirat dhe të këqirat e tyre, po në fund ditës njerëz të mrekullueshëm. Do doja të falenderoja familjet e të gjithë stafit tonë, të cilët kanë duruar presionin e të qenit shpesh herë vetëm, ndërkohë që ne jemi duke qenë këtu në familjen tonë televizive. Dhe natyrisht, me qenë se më jepet rasti edhe shfrytëzoj postin, do doja të falenderoja familjen time në jetë dhe në punë, dhe 3 ëngjëjt e mi, të cilët janë forca ime dhe janë arsyeja pse bëj këtë dhe pse jam ky që jam.